Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Të nderuar vëllezër, shumë të respektuara motra, më lejoni që fillimisht të gjithë juve t'ju përshëndes me përshëndetjen madhështore islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut të lartësuar qofshin mbi të gjithë ju. Është kënaqësi e veçantë që unë të prezantohem para të gjithë juve me temën qendrore, pra nata e Kadrit, vlera e saj, madhështia e saj dhe mënyra se si ne duhet ta shfrytëzojmë këtë natë të bekuar. Nata e Kadrit pra është nata më me vlerë në kuadër të kalendarit islam. Vetë fjala Qadr ka disa kuptime, pra ka kuptimin e vlerës, madhështisë, është nata e caktimit të gjërave të cilat do të vijojnë gjatë vitit kalendarik. Pra te i nderuari xhamat, të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu xhallashanuhu për të treguar vlerën dhe peshën e madhe që ka kjo natë e bekuar, ka zbritur një sure të veçantë të Kur'anit, një kaptin madhështore, pra kemi kaptinën Qadr, e cila në radhitje në Kur'an është e 97, është një kaptin mekase me gjithë 5 ajete kuranore, ku i lartësuari Allahu xhallashanuhu tregon dhe flet për madhështinë e kësaj nate duke thënë Bismillahirrahmanirrahim: Inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr, lejletul qadri khayrun min alfi shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Me të vërtetë o ti madhi Zot, në natën e Kadrit e kemi zbritur Kur'anin famlart. Pra te kjo natë ka vlerë të jashtëzakonshme, sepse pikrisht në këtë natë i madhi Zot zbriti Kur'anin famlart nga Lauhi Mahfudhi, nga pllaka e ruajtur në Beitul Izze, në shtëpinë e madhrimit, në Esmaud Dunya, pra në qiellin më të afërt të tokës, dhe prej atij vendi në natën e Kadrit filloi të zbres Muhammedit alayhi salatu wassalam Kur'ani famlart, kaptin mbas kaptine, ajet pas ajeti, brenda një periudhe kohore prej 23 vite. Wa ma adraka ma lejletul qadr. E din ti o Muhammed se ç'është nata e Kadrit. Pra Allahu xhallashanuhu me këtë dëshiron të tregoj se me të vërtet kjo natë është më e veçanta, më e dalluara, më e begata, më madhështoria, sepse në këtë natë zbriti Kur'ani famlart, pra te Allahu xhallashanuhu kësaj nate i dha vlerë të jashtëzakonshme. Dhe je përgjigje i madhi Zot duke thënë, kjo natë është më me vlerë se sa 1000 muaj. Dhe nëse e llogarisim pra 1000 muaj në aspekt të viteve, pra kjo natë ka më shumë vlerë se sa 83 vite e 4 muaj. Pra atë shumë Allahu xhallashanuhu e nderoi ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, neve si pasues të rrugës së tij, saqë brenda vitit në çdo Ramazan ne kemi natën e Kadrit dhe na jepet një mundësi shumë e madhe që këtë natë ta gjallërojmë, ta kalojmë sa më mirë duke bë ibadete, adhurime, lutje të ndryshme, duke dhënë sadaka e duke lexuar Kur'an, edhe duke i dërguar pejgamberit alayhi salatu wassalam salavate e kështu me radhë, dhe të gjitha këto do të llogariten sikur me i bë gjitha këto brenda 83 viteve e 4 muaj. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Dhe madhështia e kësaj nate qëndron se pikrisht në këtë natë zbresin melekët e Allahu xhallashanuhu nga sferat e larta qiellore dhe zbresin në tokë për t'i uruar besimtarët, për t'i përgëzuar besimtarët për dashurinë e tyre të madhe që kanë për Allahun, për përkushtimin e tyre të jashtëzakonshëm që kanë në rrugën e Allahu xhallashanuhu, dhe në krye të këtyre melekëve të veçantë të cilët zbresin në këtë natë të bekuar qëndron krye engjulli, meleku më i madh Xhibrili alayhi salatu wassalam, dhe kjo natë është paqë dhe në këtë natë caktohen të gjitha gjërat që do të vijojnë brenda vitit deri në natën e ardhshme të Kadrit të vitit që do të vijojë.
Dhe kështu vazhdon, thot i madhi Zot, selamun hiya hatta matla'il fajr. Dhe kështu pra do t'jetë paq deri në agimin e mëngjesit. Pra kjo paq do t'i përfshi të gjitha ata, ki bekimi Allahut, ki bereqeti Allahut, do t'i përfshi të gjitha ata të cilët janë futur në Ramazan me pendim të sinqert, kanë ngarkuar falje tek Allahu xhalla xjalaluhu, të gjitha ata të cilët ja kanë shtrit dorën njëri tjetrit dhe kanë vendosur raporte të mira vllazërore e në kuadër të familjeve të tyre e në kuadër të shoqërisë së tyre e kështu me radhë. Andaj kjo natë është shumë e veçantë dhe shumë madhështore. Për këtë natë, përpos që Allahu xhalleshanuhu ka folur në këtë kaptin të veçantë, në kaptinën Qadr, Allahu xhalleshanuhu shprehjen Qadr e ka përdoru dhe e ka përmendur në kaptinën Dukhan, duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lejletin mubarakatin, inna kunna mundhirin. Pra Hamim, pasha librin e qartë. Me të vërtet këtë Kur'an e kemi zbritur në një natë të begat, në një natë madhështore, në natën e Kadrit, dhe ne me këtë ti o Muhammed dhe gjithë njerëzimit po a tërheqim vërejtjen që ju duhet pra me bindje të plot, me dashuri të jashtëzakonshme të përkushtoheni në rrugën e Allahut xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu. Pra te, kur e kam pyet Muhammedin alayhi salatu wassalam se kur është kjo natë e bekuar, ai ka thënë, kërkonja këtë natë në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, pra në netët tek, nata 21, 23, 25, 27 apo 29. Ndërsa kolosi i madh i dijes islame, Abdullah ibn Abbas i thot, kjo natë shpresojmë të jetë nata e 27 e muajit të Ramazanit. E si duhet ta kalojmë këtë natë? Si duhet jetë qëndrimi ynë në raport me këtë natë madhështore? Këtë e ka përmendur Muhamedi alayhi salatu wassalam kur ka thënë: "Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." E kush e përjeton këtë natë me namaz, pra namazi është forma kryesore e ibadetit, e adhurimit, e përkushtimit ndaj të madhit Zot. Kush këtë natë e kalon me namaze, që ne i praktikojmë namazet obligative, pastaj namazit tarawis, sa më shumë të falim namaze nafile dhe atë me bindje të plot, me një dashuri të madhe se unë këtë ibadet e bëj vetëm për ta kënaqur të madhin Zot dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahu xhalleshanuhu, të gjithë këta do të jenë të falur nga i madhi Zot. Andaj uroj që këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam gjatë gjithë Ramazanit e në mënyrë të veçantë në natën e 27 ta jetësojmë dhe ta praktikojmë dhe të fitojmë të gjitha këto beneficione që na ofron feja islame, kjo fe madhështore. Pra te bashortja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nëna jonë shumë e dashur, Hazreti Aisha radiallahu ta'ala anha, një ditë i thot profetit alayhi salatu wassalam, pejgamberit ton të dashur, thot: "Ja Rasulallah, nëse unë e qëlloj këtë natë, qëfar lutje ti drejtohem të madhit Zot, me qëfar duae pra unë ta kaloj këtë natë?" Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "O Aisha, thuaj, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O i madhi Zot, ti je afuwwun, ti je falës i madh, e do faljen, andaj më fal mua. Pikrish pejgamberi alayhi salatu wassalam e zgjodhi që në këtë natë të bekuar, në këtë natë madhështore, ne t'i bëjmë lutje Allahut, t'i bëjmë dua Allahu xhalleshanuhu duke e përmendur këtë cilësi të Zotit, këtë emër madhështor të Zotit, pra emrin Afuwwun, dhe kjo e gjitha bëhet me të vetmin qëllim se nëse ne i drejtohemi të madhit Zot me këtë cilësi që e ka Allahu xhalleshanuhu në qenjen e tij absolute, jo se i madhi Zot do të na i fal mëkatet dhe gjunahet, dhe ne të gjithë kemi nevojë për rahmetin e Allahut, për mëshirën e tij, për faljen e tij, në të njëjtën kohë i madhi Zot garanton se ai do të na i fshijë edhe të gjitha gjurmët e mëkateve që ne i bëjmë, dhe kur do dalim përpara Zotit në atë ditë të madhe
për të dhënë llogari para qenjes absolute të Allahu xhalleshanuhu, Allahu do të na ketë falur, Allahu do të na ketë mëshiruar dhe nuk do të shifen edhe gjurmët e mëkateve të cilat ne i kemi bë në këtë jetë të shkurtër dhe kalimtare. Për atë të nderuar vëllezër besimtar, unë shfrytëzoj nga rasti që të gjithë juve t'u uroj këtë natë madhështore, natën e Kadrit, duke e lutur Allahun xhalleshanu, që i madhi Zot neve të gjithëve të na jep forcë, fuqi, që në mënyrën sa më të mirë ta kalojmë muajin e shenjtë të Ramazanit dhe përqendrimi ynë, intensifikimi i veprimeve, ibadeteve, i adhurimeve duhet të jetë në atë pjesën e fundit të Ramazanit, në 10 ditëshin e fundit, dhe me siguri se në ato net është edhe nata e Kadrit dhe ne do të qëllojmë këtë natë, por insha Allah me vepra të mira, me punë të mira, me sadaka e me lexim të Kur'anit, dhe në këtë mënyrë të fitojmë kënaqësinë Allahu xhalleshanuhu, të fitojmë rahmetin Allahut xhalla xjalaluhu wa xhalleshanuhu. Edhe një herë pra ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, duke e lutur të madhin Zot që të gjitha lutjet, ibadetet, adhurimet që i bëni për hir të Zotit, Allahu të jetë i kënaqur, Allahu të jetë razi dhe të gjithë neve të na regjistroj në regjistrin e njerëzve të cilët janë të sinqertë në raport me Allahun xhalleshanuhu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.